Duaja e gjenazës. Të dashur miq, shpesh pyetemi si imam se cila është duaja përkatëse për gjenazën dhe kështu me radhë. E imamt në namazet të ndryshme të gjenazëve detirohen që t'ju thuajnë njerëzve kush nuk e din këtë dua zëvendësoni me këtë dhe kështu me radhë. Përse? Duaja e gjenazës është e shkurtë dhe e lehtë. Unë po ta ofroj në arabisht edhe në gjuhën shqipe që mund ta mësoni me kollajllëk inshallah. Thuaj me mua: Allahumma اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم من أحييته منا فأحياه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. Amin. O Allah, të lutem t'i falësh të gjallit tan dhe të vdekurit tan, të vegjëlit tan dhe të rriturit, të i falësh burrat tan dhe gratë tan, të i falësh edhe ata të cilët janë në prezencën tonë dhe ata të cilët nuk janë më në prezencën tonë, të i falësh muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, ja Rabbel Alamin. O Zot, të lutemi që ata të cilët ke vendosur ti lësh në jetë, le të jetojnë me islam, e ata të cilët ke vendosur që të i marrësh pranë vetes, merri me iman. Amin. Kjo është duaja e plot dhe të mjafton për çdo namaz të gjenazës ta lexosh. Kudo që je, mbetesh mirë dhe bën dua. Selam aleikum.